Çdo qytetar, si u zgjodh Blendi Goxha, si u zgjodh Sara Mile, si u zgjodhen listë e banditëve e kandidatëve që u mbështeten nga banditët në parlament. Pra, kemi të bëjmë me sharrimin e këtij parimi themelor që zgjedhjet i dëshmon fars, që Shqipëria pati fars elektorale të cilën njerëzit e lirë kur nuk mund ta pranojnë. Do më falni. Në këto zgjedhje dhe në këtë vend u shkel një parim tjetër ndër më themelor e një sistemi demokratik. Parimi që ndanë kusht, që ndanë shtetin ligjor nga shteti partjak. Dhe kjo ndodh jo një mira raste. Çfarë thot pika 5 presje fraksion 4? Zotohen për një ndarje të qartë të shtetit dhe partive politike. Në veçanti, partit politike nuk do të përzihen me shtetin. Ja pra çfarë përcakton dokumenti ndërkombëtar për zgjedhje të drejta. Që në momentin kur ti garon me parti shtet, ato s'janë zgjedhje, po janë fars. Janë fars elektorale. Merr fund procesi zgjedhor. Merr fund procesi zgjedhor sepse garë nuk ka. Gara është fiktive për arsye se ti ke në fush, në ndeshje, një shtet që ka mbrapa buxhete miliardash, që ka një logjistik të pafundme, që ka të gjitha mjetet e dhunës dhe një apo disa forca politike pa asnjë lloj mjeti mbrojtës ndaj këtij shteti barbar në raport me zgjedhjet. Pra, të dashur qytetar dhe qytetare, zgjedhjet nuk kishin. Kjo ishte një fars e turpshme elektorale, më turpshmja në historinë, më turpshmja në historinë 32 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri. Në këto zgjedhje, si kur më parë, shteti i tërë doli lakurisht në shëmtin e tij kundër qytetarëve, për të bërë presione nga më të ndryshme, përdori të gjitha mjetet e tij, përdori nënpunësit e tij të panërgjeshëm kriminal elektoral, për forma nga më të ndryshme presioni. Ndaj të dashur qytetar, dijeni se me 11 maj ka ndodhur një gjë më madhe për demokracinë shqiptare. Referohuni këtij dokumenti ndërkombëtar, dokumenti të Kopenhagenit, i detyrueshëm për çdo vend demokratik që zhvillon zgjedhje dhe zgjedh qeverinë me votë të qytetarëve. Kur ndonjëherë
një parti e transformuar në shtet dhe mafje. Nuk është vërsulur më me egërsi ndaj qytetarëve shqiptar, siç është vërsulur narkoshteti Edi Rams, dhe ju lutem lexoni pikën 5 fraksion 4 të dokumentit të Kopenhagenit mbi dimensionin njerëzor të hapësirës OSB-s, i cili është dokumenti standard i parimeve ndërkombëtare për zgjedhjet dhe të gjitha liritë dhe drejtat njerëzore.